Dhe vetëm vitin 2000 ra Miloševići, pasi kishte humb luftën në Kosovë, pasi kishin ndodhur shumë gjëra të tjera. Pra, është një proces që fillon dhe nuk është se është i përshpejtuar. Sigurisht që pas asaj që bëri Vučići vjet kur bëri zgjedhjet dhe për të manipuluar zgjedhjet në kryeqytet në Beograd, shkoi mori 50.000 vota nga serbët e Bosnjës dhe i solli në Beograd për të votuar. Legitimiteti i tij është i cunguar dhe çfarëdo lloj gjëje të bëj, ai është i detyruar të shkojë në zgjedhje të parakoshme në mos është çështje kohe për të ndërheqje, sepse legitimiteti demokratik është gjë kryesore që mban liderët në këmbë. Në momentin që ai ka bërë një palë zgjedhje, të cilat që në momentin e parë kanë qenë të diskutueshme, që në momentin e parë kanë qenë kontestueshme, kjo gjë do ndodhte. Po mos ky incident do ndodhte një tjetër, nuk ka rëndësi se ç'a ndodhi konkretisht. Sepse zgjedhjet e tjera që u bën parakoshme erdhi për shkak të atyre dy vrasjeve masive që dy njerëz çmendur morën armët dhe shkuan dhe vranë njerëzit nëpër njërin shkollë dhe një tjetër në një lagje, nëse të kujtohet. Por nga momenti që u vërtetua që ai mori 50.000 veta nga Bosnja dhe votuan në Serbi për të marrë Bashkinë e Beogradit, se këtu diskutohej marrja e Bashkisë së Beogradit. Tregon që kemi të bëjmë me një veprim për një autokrati të mirëfillt, i cili nuk do t'ia di fare për procesin zgjedhor dhe mjafton që të mbërrijë qëllimin. Dhe kjo gjë e ka djegur definitivisht, pavarësisht se ai është munduar me perëndimorët, me lindorët, me biznes, me lobbying e tjerë, prapse prapë është njëri që e ka humbur atë që ka pas kredencialin kryesor të mëparshëm, pra që ka qenë që është një njeri që dua njerëzit. Po mirë, ju thoni për dorëheqje, po pse po merr kohë ai ta bëj këtë? Sepse ai e di mirë që ka edhe ai ka mbështetësit e vet, një që ka kryesisht fshatrave, se këta që dalin rrugë janë qytetet. Dhe në anën tjetër ai e shikon që po ndodhin ngjarje të mëdha nga pikpamja globale dhe pret që marrëveshja Rusi-SBA ta sqaroj mirë se nga do shkojë drejtimi i gjërave. Do të thotë gjë vizita e BEF të djalit të Trump në Serbi dhe takimi me Vučić? Shiko, Vučić njihet në mënyrë permanente si një njeri që ka harxuar shumë për lobime. Edhe nëpërmjet investimeve të huaja, edhe nëpërmjet vizitave, madje besoj që është më i suksesshëm në Ballkanin Perëndimor për investimet e huaja. Ka arritur të mbyll marrëveshje të mira ekonomike me Gjermaninë, me Francën, me amerikanët, me rusët, me kinezët, me indianët. Pra, e ka luajtur këtë kartë. Një lobi më pak, një lobi më shumë nuk është se ndryshon gjë, po për sa i përket çështjes së madhe, nëse rusët dhe amerikanët do merren vesh që rusët nuk kanë punë në pjesën perëndimore të Evropës, pra ku ndodhemi ne. Dhe amerikanët nuk kanë pjesë në hapësirën e ish Bashkimit Sovjetik, atëherë shanset e Vučićit për të patur ndonjë benefit nga kjo marrëveshje do të jenë gati me zero. Mirë, se deri tani ai ka pasur syt jo pak për shembull tek presidenti Donald Trump, u gëzua që aty pati rotacion pushteti dhe erdhën republikanët. Shiko, vetëm ata që ishin të verbër nuk e kuptonin që po kishte rotacion pushtetit në Amerikë. Deri në muajin qershor, Korrik, kandidati që ishte dhe presidenti i Amerikës, ishte kandidat njëri që jepte dorë murit, duke i shkretë që ishte smur. Jo, dakord, po të them serbët ishin të gëzuar, Vučić sepse pretendonte marrëdhënie të mira me Trumpin, ndryshe nga me Biden. Dhe unë shpresoj që ti ketë marrëdhënie të mira me Trumpin dhe që ti kemi gjithë marrëdhënie të mira me Trumpin. Problemi është që definitivisht marrëveshja që do ketë Amerika me Rusin do të ndajë se nga shkon Ballkani, se do jetë një lloj jalte e dytë. Dhe unë mendoj që Ballkani ngelet me perëndimin. Dhe më e rëndësishëm do të jetë për Vučićin marrëdhënia me Erdoganin, se sa marrëdhënia me Putinin. Më e rëndësishme do jetë marrëdhënia me Melonin se sa marrëdhënia me Putinin. Se në momentin që Trumpi dhe Putini e fusin Ballkanin si një pjesë që do të rrimë perëndimin, atëherë kjo që nuk diskutohet më. Tani një Serbi dhe një Vučić me syt vetëm nga perëndimi pa zemër në Rusi duket pak si e pazakont. Ka pak rëndësi kjo gjë. Ata janë dy popull të ndryshëm.
rusët dhe serbët, flasin gjuhë të ndryshme, kanë vetëm Ose kanë luajtur gjithmonë me dy porta, kanë vetëm unë e kam thënë gjithmonë që Vučić është një njerëz që kur rri me lindorët flet serbisht dhe me vetët dhe bën nacionalistin dhe kur rri me perëndimorët flet anglisht dhe bën të moderuarin. Çështja është që kjo gjë s'do zgjasë pafund. Dhe tani ka ardhur momenti që gjërat po ndahen. Ajo gjë që ndodhi një vit e gjysmë parë në Kosovë me sulmin e Banjkës. Ajo i nxorri kallajin, thot populli shqiptar, Vučić, se nxorri fytyrën e vërtet kush ishte. Dhe mendoj që pas atij momenti ai ka filluar të ketë shumë probleme, jo vetëm nivelin diplomatik, por edhe nivelin e menaxhimit të brendshëm, pasi gjithë prisnin që ai të ndërhynte ushtarakisht pas asaj që ndodhi, por jo vetëm që nuk ndërhyi ushtarakisht, sepse si kishte dot as forcën dhe as energjinë, po ata u vranë aty edhe iku me bish ndërshal. Kështu që pas kësaj që ndodhi me Bosnjën dhe me zgjedhjet e tij, ai është i detyruar të marrë vendime të mëdha. Nuk po them që do dalin nga skena politike, por historia na ka mësuar që në Serbi kur dalin njerëzit në rrugë është shumë e vështirë të mbjetosh politikisht. Çfarë parashikoni ju për atë që do të pasojë Vučići në Serbi, nëse ai largohet? Fatkeqësisht opozita serbe është më nacionaliste se Vučić. Ata janë gjithë të një shkolle të caktuar. Por unë mendoj që duhet parë do të ndodh me rajonin, pra nëse do ketë një antarësim të përshpejtuar të rajonit në Bashkimin Evropian, gjërat do jenë qarta, pra proceset do zbuten, do ulen, tensionet do ulen dhe do shkojmë në një antarësim të përshpejtuar. Nëse BE-ja edhe një herë tjetër do tallet me këtë rajon siç është tallur nga 99 e këtej, pra për 26 vitesh. Tani e ka situatë ndryshe, besoj se do ta bëj përsëri. Ta shohim. Okay. Ka kaluar çerek shekulli, domethënë nga momenti kur Shqipëria ka nënshkruar MSA-n, ka qenë kryeminist Ilir Meta në 2001. E deri sot ka kaluar çerek shekulli. Kështu që nuk është se jam unë pesimist, por historia ka treguar që sidomos ajo me vizat e Kosovës ka treguar që domethënë ata dhe nuk kanë turp të tallin, për shembull, ajo me vizat e Kosovës ishte hajde vitin që vjen, hajde vitin që vjen. Dhe Kosova lëshoi një pjesë të territorit për të marrë vizat. Për demokracinë, po. Se çdo të ndodhi në BE dhe vullneti i tyre, sepse ne shpesh themi edhe Rama thot këtë ditë, jo do ju jap pasaportën europiane kot. Ajo është çfarë do BE-ja të bëjë me zgjerimin. Pra Mira, ai ka kartë elektorale, kështu që ai edhe gënjeshtër tjetër do ta përdorë. Kjo është në drejtën e tij, por ne e dimë që çështja e zgjerimit nuk është një çështje e vendeve që duan të ndërsohet. Është një çështje e vullnetit politik të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ose do duan zgjerohen apo jo. Po mirë, se ka nga ata që thonë, mirë, do zgjerohemi, po ku do zgjerohemi se Bashkimi Evropian është në luftë ekzistenciale për vete? Dy zgjidhje ka Bashkimi Evropian. O do zgjerohet o do shpërbëhet. Pra, do krijohet një Bashkim Evropian mesdhetar, ku vende të tilla si Greqia, Turqia, Italia, dhe Spanja po duam, dhe vendet tona do jenë detyruar të bëjnë një mjedisi që është mesdheu. Sepse edhe kulturalisht ne kemi pak gjëra me ata që janë veriu i Evropës. Dhe nëse nuk bie perspektiva e antarësimit, ngelet vetëm një perspektivë për ne shqiptarët. Bashkimin e një shtet federativ shqiptar. Se kemi shumë zgjidhje. Pra, o një antarësim i shpejt, por kjo duhet me vullnetin e vendeve atare për zgjerim, ose pastaj do shohim një zgjidhje alternative, sepse ne jemi vende të vogla, tregje të vogla. Nuk kemi, si në rastin e Serbisë, një aleat madh që na qëndron nga mbrapa. Aleati ynë i madh, SBA-ja ka halle të tjera në përbot. Kështu që një formë ose tjetër do duhet të orientohemi. Pra, do t'i përkasi 30 vjeçari ajo për të parë, sepse jemi përballë një dështimi spektakolar të 3 dekadave politikanësh, cilët i thon popullit gjithmonë njëzën nga njështë, do antarësohemi në BE, do antarësohemi në BE. Kështu që tani ka ardhur momenti, o do kemi antarësim të shpejt, ose pastaj do filloj procesi i zhgënjimit, dhe unë mendoj që panorama dhe situata në Ballkan do risjellë nacionalizmat, ka ndodhur kështu para luftës parë, ka ndodhur kështu para luftës dytë, ka ndodhur kështu edhe para 30 vjetësh.
por le ta themi, sot BE-ja nuk e ka përgjegjës që të thotë që do marrim 800 miliardë euro borxh për të armatosur për mbrojtje. Ndërkohë që gjithë procesi antarësimit të Ballkanit Perëndimor për gjithë ne bashk nuk do kushtonte as më shumë as më pak se 50 miliardë euro për gjithë bashkët.